Policia e Shkodrës ka zhvilluar një sër veprimesh procedurale gjatë 24 orëve të fundit, duke ndaluar, arrestuar dhe proceduar disa shtetas për vepra të ndryshme penale. Specialistët e qarkullimit rrugor arrestuan 55 vjeçarin me inicialet SM banues në Shkodër, pasi me një motomjet të modifikuar dhe pa targa që drejtonte aksidentoi këmbësorën 71 vjeçare dhe më pas u largua nga vendngjarja. 71 vjeçaria ndodhet në spital në kujdesin e mjekëve. Gjithashtu nisi procedim penal ndaj një 23 vjeçari me inicialet XP banues në Bushat, pasi duke drejtuar automjetin aksidentoi lehtë këmbësorët BS 30 vjeç dhe AQ 25 vjeçe. Ndërkohë një 53 vjeçar u procedua pasi dyshohet se ka humbur kontrollin e automjetit duke dalë nga rruga dhe shkaktuar lëndimin e lehtë të një pasagjeri që kishte në automjet 50 vjeçar. Shërbimet e drejtorisë vendore të kufirit dhe migracionit referuan materialet në prokurori për një 35 vjeçar me inicialet AP banues në Durrës, pasi gjatë kontrollit në automjet u gjet një kartë identiteti greke me të dhënat e tij që dyshohet se është e falsifikuar. Ai po hetohet për veprën penale të falsifikim të letërnjoftimeve, pasaportave apo vizave. Ndërkohë në Theth, policia shpalli në kërkim një 55 vjeçar me inicialet MB që dyshohet se ka ndërtuar një objekt me konstruksion metalik pa lejen përkatëse. Në vijim të veprimeve hetimore janë proceduar penalisht një 70 vjeçar për veprën penale të marrëdhënieve seksuale apo homoseksuale në vende publike, pasi dyshohet se ka kryer marrëdhënie seksuale në një ambient publik me një 63 vjeçare, e cila u procedua për prostitucion. Një 50 vjeçar u procedua pasi në banesën e tij u konstatua lidhje palishme energjisë elektrike. Ndërkohë në spitalin rajonal të Shkodrës është paraqitur në gjendje të rëndë një 27 vjeçare që dyshohet se është vetë helmuar me medikamente. Ajo ndodhet jashtë rrezikut për jetën në kujdesin e bluzave të bardha. Një 40 vjeçare është paraqitur në polici duke kallëzuar shtetasen SM 71 vjeçe për bllokim të rrugës që të çon drejt banesës së saj, ndërsa në Malësi të Madhe u procedua penalisht një shtetas pasi dyshohet se me vetgjyqësi ka rrethuar një rrugë në fshatin Stërbeq duke pretenduar se është pronë e tij. Për të gjitha këto raste, materialet janë depozituar prokurorisë për veprimet mëtejshme.